Pal Gruda, të cilin gjykata e Prizrenit po e konsideron si palë të dëmtuar, ka dëshmuar në procesin ndaj 14 personave që akuzohen për krim të organizuar, fajde, detyrim e vepra të tjera të rënda penale. Ne si mbrojtje në përgjithësi me një deklaratë të tillë nuk jemi absolutisht të kënaqur, po këtë do ta vlerësoj në fund gjykata. Kemi bërë kërkesë unanime të gjithë mbrojtja për ndërprerjen e paraburgimit, nga se që 2 vite të njëjtit në gjendën e paraburgimit. Paraburgimi nuk është dënim, është mas për prezencën e tyre. Me qenë se kanë pushuar arsyet edhe kërkuam që të ndërprehet paraburgimi, mirë po edhe këtë radhë për fat keq nuk është ndërprer. Gjatë dëshmisë përmes videolidhjes, Gruda ka treguar se gjithë historia e tij me grupin kishte nisur në Tiranë, ku ishte student. Atje, ai kishte blerë pa dijenin e familjes një lokal nga Azren Mekaj dhe Visar Lipa. Mëtej, dëshmitari tha se ishte detyruar nga Azren Mekaj të blinte një veturë, e me vonë kishte pasur edhe blerje shitje të tjera të veturave. Si rezultati këtyre pazareve, dëshmitari tha se Azren Mekaj i kishte thënë se i kishte borxh 200.000 euro, gjë të cilën Gruda nuk e kishte pranuar. Po ashtu, Pal Gruda tha se kishte qenë i detyruar të hynte borxh te tani akuzuari Besfort Omaj. Dëshmitari tha se Omajt ishte detyruar t'i paguante kamata ditore deri në 500 euro. Edhe në këtë seancë, mbrojtësit e të pandehurit kërkuan ndërprerjen e masës së paraburgimit për klientët e tyre.